Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me bë dizajnimin e një logos. Fillimisht, shkoj pa markatrorin e po e përcaktoj përdorimin e ngjyra. Po e bëj prapërsisht kështu. Unë e kam zgjedhur këtë ngjyrën. Do thonë e ka këtë kodin. Okej. Hapi tjetër. E kam selektuar këtë me ALT, pa ngrejtë e poshtë. Prapë kështu. Kështu, do më thonë ALT në shtypur. I selektoj, i qes kështu në center. Edhe pastaj këtë për selektoj dytën, për bëj të opacity 80%, 60%, 40% edhe 20%. Për mu varsisht prej, do më thonë këtu nuanca, ngjyra njëjtë, po vetëm nuanca që kujnë të uzbe. Okej. Hapi tjetër, po e marr rrethin edhe vetëm klikoj këtu. Shikoni, hapet kjo do të thonë për me kriju formën sipas dimensioneve. Unë këtu e kam zgjedhur me centimetra. Juve mundi me kliku këtu te vizorja. Nëse nuk e keni vizorin e shfaqni me CTRL, do të thonë CTRL heket, CTRL shfaqet. Pastaj me tastën e djathtë e zgjidhni njësinë matëse centimetra. Pastaj kur klikoni këtu 10 me 10 cm shënoni. Okej. Krijohet kjo. Pastaj tash fusha është e mbushur, strok nuk ka. Kena mësuar me videot paraprake me Shift X kthehet në anën e kundërt, do të thonë tash kufizimi ka ngjyrë, fusha nuk ka. Apo e kena opsionin këtu, shikoni. Ka ndron ngjyrën. Okej, e krijova 10 me 10 cm. Klikoj tash CTRL-C edhe CTRL-Shift-V. E bënëm kopje edhe pas në vendin e njëjtë. Pastaj, këtu tash është e selektuar, do të thonë kjo nal që u bë kopje, dimensionet këtu i shohmi, këtu është përgjithësia për lartësia. Edhe unë e klikoj 3 cm. Shikoni, kjo është e klikuar lidhësia, kështu që ku ta bëj 3 gjërësia, 3 bëhet edhe lartësia. Bëhet kjo formë. Okej, selektoj këtu dy kështu. Pastaj, po klikoj CTRL-C, CTRL-Shift-V. Edhe po i bëj kështu. Me CTRL-Y nëse klikome, na mundson për mi pa detajet a e na afru mira jo. Shikone këtu. Okej. Edhe CTRL-Y apet kthena në gjendjen qyshke. Okej. Hapi tjetër, po e marr katrorin, po klikoj këtu, edhe katrorin po e bëj 10 me 10 cm. Shikone. I vendosi këtu, edhe muj me ngrej kështu prafërsisht. Okej. Tani, po e marr këtë katrorin, po klikoj CTRL-C, CTRL-Shift-V. U bënën 2 katrora. Tash, t'ja heki lidhësën edhe vetëm të lartësia po e bëj 3. Enter. Shikoni bëhet sa kjo. Okej. Tash kët edhe kët. Po i bëj CTRL-C, CTRL-Shift-V edhe po i lëvizi kështu te poshtë. Me Shift edhe me shigjet. Okej, CTRL-Y i shohmi ajo mbi njëna me tjetrën. Po CTRL-Y kthehen prapë. Tash është ideja që këtu mi bu bashk. Shikoni. Tani po i selektoj në këtu. E marr këtë edhe klikoj e bëj kështu. Shikoni, kjo lidh edhe pastaj këto po i bëj bashk. Ndërsa me e klikoj ALT-ën edhe e moj Shift ALT-ën, këtu zhdukën edhe këtu me ALT. Shikoni, kur për moj ALT-ën shtyp unë del minusi. Edhe shikoni, këtu fshien. Okej. Tani, po e marr këtë edhe po e zukloj në mënyrë proporcionale me Shift. Shikoni, si është bë, selektoj këto edhe heki se tani janë pa nevojshme. Okej. Hapi tjetër,
klikoj me shift edhe rrotulloj kështu 45 shkallë. Shikoni. Pastaj marr një katror, vendosi kështu, edhe po zgjedhi me shkurtu me prej këtë pjesë. Tani, i selektoj këtu dyja, edhe te Pathfinder, shikoni që kam këtu Pathfinder, ju nëse nuk e keni këtu, mundi, do të thonë me gjetë, apo shikoni këtë ikonë këtu Pathfinder, mundi me gjetë view, falni te Windows edhe gjeni Pathfinder keni këtu dikon. Okej, edhe kur i selektoj këtu dyja, klikoj këtë, edhe shikoni kjo si e pren, edhe me vetëm kjo pjesa. Okej, hapi tjetër është me vendos, do të thonë ngjyrën. Po e selektoj, i klikoj i-ën, pastaj klikoj këtë. Shikoni kjo si merr ngjyrë. Ka ngjyrën e kaltërt. Okej, tani pa marr tekstin. Filloj me shkru, vendosi këtu tekstin. Selektoj tekstin, Ctrl A, shkruaj te karakteret, po i bëj TT, këtë shkronjat e maja, edhe këtu po e ndroj, po gjej një typeface tjetër, okej, edhe po e rriti shift në mënyrë proporcionale. Tani, po i vendosi vijat për me bo llogën simetrike. Okej. Po e marr këtu line, nga këtu po e ngrej kështu. Me shift, shifti ma mundëson me bo drejt, edhe po jap ngjyrë thirit, këtë ngjyrën këtu, sa më duk pak, po mos më na pengu shumë logo. Okej, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, edhe pastaj po dërgoj me shift të lartë. Me Ctrl-Y e këshymi A mirë. Mirë është. Okej, kjo është se i përket vijat për lartësien. Okej, tani po i bëj vijat, do me thonë, vertikale. Këtu. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Okej. Tani, dhe mosim sa gjërësia kësaj. Shikone. Rrotullomi 45 shkallë. E morëm me gjërësin. Papërsisht. Okej, kështu. Tani e kthejmë këtë me shift, edhe tani e dimi që gjërësia është kaq. Prap, e bëj copy këtë. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, po vendosi në qoshin tjetër. Paraprakisht, po shkoj fontin, edhe po arriti sa është lartësia. Tani në qosht e fonti, lëvizi këtë, edhe marr këtë vijen. Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, vendosi një këtu. Prap po veproj njësoj. Tash këtë po e kopjoj. Të dyat, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, edhe po vazhdoj kështu. Tani këtë fshi, edhe tani është këtë e marr edhe rrotulloj kështu.
do të thonë me shift në mënyrë proporcionale. Tani e marr prap line këtu, ose shikoni e kopjoj këtë Ctrl+C, Shift V. Shikoni edhe këtë. Ctrl+C, Shift V. Edhe tani është në rregull kjo. Tash të selektoj tekstin, I e marr ngjyrën ose prej kësaj ose këtu. Shikoni. Tash që kjo gjërësia është një X, I themi, për arsye se e kena marrë distancën sa ka kjo, e na kena largu tekstin prej kësaj. Kështu që e bomi këtu. Me I për market në ngjyrën e zbet. Edhe po e vendosi një tekst. Klikoj, bëj X. Selektoj këtu dyja. Shkoj këtu, selection, center edhe center. I bëj Ctrl+G, bëhen grup, pastaj Ctrl+C, Ctrl+Shift V, edhe I marr, shikoni vendosin çdo kant. Pastaj kopjoj të dyja Ctrl+C, Ctrl+Shift V. Këtë që kom kopju. Bona copy paste. Tani këtu dyja, Ctrl+C, Ctrl+Shift V. Edhe po I vendosi kështu. Prapë ku ju X-i. Nuk e kam selektuar mirë. Okej, shikone. Tani pa e marr line, për me ilustru më mirë, për shembull me po kështu. Pa e marr një ngjyrë. Ctrl+C, Ctrl+Shift V. Edhe tani pa e marr X-in. Ctrl+C, Ctrl+Shift V. Pa e marr kështu, edhe pa e rrotulloj. Edhe pa e shfaqe kështu. Që mund ditë që hapësirën që kena kriju na e kena marr prej kësajna.